Kur e shoh në mëngjes, me atë buzëqeshje të tij në gjysmë të fjetur, unë e di se çdo të vi. Jo sepse më thot me fjalë, por sepse mënyra se si më puth me qaf është si një premtim i një deti të tërë. Ai më përqafon dhe unë ndjej ngrohtësinë e tij, por ndjej edhe atë boshllëk të vogël, atë hapësira e ri që na ndan kur shtrihemi bashk. Është sikur të kërcej vale me dikë që nuk e di dot hapin, por e do këngën aq shumë sa nuk ja vëre. Në fillim, kjo gjë më bënte të ndjesha si një lule që pret shiun. E shija veten si një vazo të bukur, plot ngjyra, por brenda saj toka ishte e thatë. Ai më prekte me duar të mëdha e të ngrohta, por prekja e tij ishte si një fllatë që të ledhaton flokët, jo si era që përkull degët. Unë doja stuhi, por ai më jepte një pëshertim. Dhe pastaj, një natë, gjithçka ndryshoi. Jo sepse ai ndryshoi, por sepse unë ndryshova syrin me të cilin e shikoja. Ishte një natë me hënë të plot. Ai ishte shtrirë pranë meje, duke më treguar një histori nga fëmijëria e tij. E dëgjoja zërin e tij të ëmbël dhe pash sytë e tij që shkëlqenin si dy guralec lumi. Dhe atëherë kuptova se dashuria nuk ishte vetëm një përplasje valsh. Dashuria ishte edhe ky gurgullim e qetë, ky rrjedh i një lumi që nuk nxiton askund. E putha në buzë, por kësaj radhe nuk po kërkoja diçka, po dhuroja. I mora dorën dhe ja vendosa mbi zemrën time. Ndjeje, i thash, sa shpejt rreh për ty. Ai u habit. Zakonisht, unë isha ajo që priste, ajo që kërkonte më shumë. Por atë natë, unë u bëra deti. Dhe deti nuk ka nevojë të matë thellësinë e tij për të qenë i fuqishëm. Kur ai u shtri pranë meje, unë nuk u fokusova tek ajo që mungonte. U fokusova tek ritmi i zemrës sime, tek era që hynte nga dritarja dhe tek aroma e tij, aq e njohur sa shtëpia ime. E mbylla syt dhe fillova të krijoja valët vet. E imagjinoja trupin tim si një oqean dhe çdo frymarrje të tij si një baticë. Dhe në atë imagjinat, ai ishte i madh. Ai ishte i gjithfuqishëm. Jo sepse e kishte ndryshuar madhsinë, por sepse unë i kisha ndryshuar prizmin. Ai më përqafoi nga pas dhe më puthi në shpatull. Ndiqa ngjehtësinë e tij dhe në vend që të ndjeja boshllëkun, ndjeva ngrohtësinë që mbushi çdo cep të trupit tim. Ishte sikur të kisha një qelës magjik në mendje. Sa herë që ai më prekte, unë e shumëzoja atë prekje me 1000, e transformoja në diçka më të madhe. Dhe kur ai u afrua më shumë, unë nuk prisja që ai të më mbushi mua. Unë e mbusha veten. E lash mendjen time të endej në një kopsht të ndaluar, ku çdo gjethe ishte një ndjesi. Për herë të parë nuk isha një marrëse pasive. Isha krijuesja e kënaqësisë time. Çdo lëvizje e tij, pavarësisht sa e vogël, ishte një shkas për fantazinë time. Dhe fantazia ime ishte e pafund. Ai më pëshpriti, të dua. Dhe unë ju përgjigja, e di. Dhe këtë radhë nuk ishte një përgjigje e thatë. Ishte një përgjigje e mbushur me një njohuri të re. Se dashuria nuk matet në centimetra, por me oqeane të tëra ndjesish që ne zgjedhim të ndjejmë. Kur mbaruam, ai ra në gjumë i qetë, me kokën në gjoksin tim. E pash të flej dhe e pash të vogël, por jo në trup. E pash të vogël në atë mënyrën më të ëmbël, si një fëmijë që ka gjetur paqen. Dhe unë ndihesha më e madhe se kur. Ndihesha si një përëndesh që kishte zbuluar sekretin. Lumturia nuk gjendet në atë që të tjerët të japin, por në atë që ti zgjedh të ndjesh. E putha në bal dhe e mbolla në ëndër. Atë natë nuk më duhej asgjë më shumë. Kisha mësuar të notoja në çdo ujë sa do i cekët të dukej. Kisha mësuar se thellësia e vërtetë e një lumi nuk është në shtratin e tij, por në pasqyrimin e yjeve në sipërfaqen e tij. Dhe unë
unë isha plot yje. Kështu, dashuria jon nuk ndryshoi në substancë, por ndryshoi në perceptim. Ai më dha atë që mund të jepte, dhe unë mësova ta merja dhe ta shumëzoja deri në pafundësi. Sepse në fund të fundit, intimiteti i vërtet nuk është sa afër jeni fizikisht, por sa afër jeni me veten tuaj kur jeni bashk. Dhe atë natë, unë isha më afër me veten time se kur më parë. Dhe kjo ishte më e bukura nga të gjitha. Ditët vazhduan dhe unë fillova të luaja me këtë zbulim timin, si një fëmijë që i ka gjetur qelsat e një kopshti të fshehtë. Nuk ishte më një natë e izoluar, ishte një mënyrë e re të jetuarit. Kur ai më merrte për dore gjatë shtitjeve tona të mbrëmjes, unë ndjeja jo vetëm pëllëmbën e tij, por të gjitha pëllëmbët që kisha ndëruar ndonjëherë. Gishtat e tij të ndërthurur me të mijat nuk ishin më thjesht gishta. Ishin një alfabet i tërë ku çdo nyje shkruante një fjalë të re mbi lëkurën time. Dhe ai, pa e ditur, po bëhej pjesë e kësaj loje. Një mbrëmje, ndërsa po shihnim një film, ai më tërhoqi nga beli dhe më uli në prehër. Ishte një lëvizje e zakonshme për të, por unë e pash ndryshe. E pash si një ftesë. Mbylla sytë dhe e lash trupin tim të dëgjonte atë që sytë nuk mund të shihnin. Dhe ja, çudia. Sa më shumë që unë pushoja së kërkuari, aq më shumë gjëra fillonin të më vinin. Ai filloi të më përkëdhelte flokët, një ritëm i ngadalt, pothuajse i painteresuar. Por unë e ndryshova ritmin në mendjen time. Çdo përkëdhelje e tij u bë një goditje e butë valsh në bregdetin tim. Ai më puthi në tempull dhe unë e ndjeva atë puthje si një reze dielli që depërton në një dhomë të errët, duke zbuluar pluhurin e artë që fluturon në ajër. Dhe brenda meje, diçka filloi të lulëzonte. Atë natë ai më tha, po të shoh të lumtur, më trego çfarë të bën të lumtur. Dhe unë qesha. Jo një të qeshur tallse, por një të qeshur të lirë, si dikush që ka zbuluar një sekret të madh. Ti, i thash, ti më bën të lumtur, por jo duke bërë diçka, thjesht duke qenë këtu, duke më lënë të shoh. E pash në sy dhe pash një pyetje të heshtur. Një pasiguri të vogël, si një fëmijë që pyet veten nëse dhurata e tij është mjaft e mirë. Dhe atëherë kuptova se edhe ai, me të gjitha forcat dhe të metat e tij, ndihej ndonjëherë i vogël. Por këtë radhë unë nuk doja ta bëja më të madh. Doja t'i tregoja se i vogli mund të ishte i fuqishëm në një mënyrë tjetër. E mora dorën dhe e vendosa në zemrën time. Pastaj e mora dorën tjetër dhe e vendosa në zemrën e tij. Ndjeje, i thash, ne rahim të dy, jo njësoj, por të dy rahim. Dhe kjo është ajo që ka rëndësi. Ai më shikoi me sytë plot ujë, jo lot, por atë shkëlqim që kanë sytë kur dikush të kupton vërtet. Dhe atë natë, për herë të parë, ai nuk u përpoqti ishte më i madh. Ai u relaksua. U dorëzua para meje, jo si një burr që dorëzohet, por si një njeri që më në fund pushon së luftuari me hijet e veta. Dhe në atë dorëzim, unë gjeta një lloj tjetër fuqie. Ishte fuqia e pranimit. Ai pushoi së kërkuari të më mbushte mua dhe unë pushova së kërkuari të mbushesha prej tij. Në vend të kësaj, ne thjesht u takuam në mes. Jo si dy trupa që kërkojnë njëri tjetrin, por si dy shpirtra që njohin njëri tjetrin. Tani, kur ai më përqafon, unë ndjej gjithçka. Jo sepse ai ka ndryshuar, por sepse unë kam mësuar të dëgjoj gjuhën e tij. Dhe gjuha e tij nuk flet me zhurmë, por me pëshertima. Nuk flet me stuhi, por me atë lloj shiu të imët që të lag pa e vënë re, derisa je krejt i njohur nga dashuria. Dhe unë jam e shëndoshe. Jo sepse jam e përsosur, por sepse jam mësuar të notoj në çdo thelsi. Jam e shëndoshe sepse e di se lumturia nuk matet me sasinë, por me cilësinë e asaj që zgjedh të ndjesh. Dhe unë zgjedh të ndjej gjithçka. Çdo prekje të tij, sado e lehtë, e shtëroj në një përqafim të tërë. Çdo puthje të tij, sado e shkurtër, e shtëroj në një histori të gjatë. Dhe burim, ai është thjesht burim, me të mirat dhe të metat e tij.
por në sytë e mi, ai është i madh. Jo sepse unë e imagjinoj më të madh, por sepse unë e shoh të vërtetën. Se madhështia e një njeriu nuk është në atë që ai ka, por në atë që ai guxon të jetë. Dhe ai guxon të jetë i tij, pikërisht ashtu siç është. Dhe kjo, për mua, është më se mjaftueshme. Kështu që tani, kur bie nata dhe ai më përqafon në errësirë, unë nuk ndjej më atë boshllëk të vogël. Aty ku dikur ishte ajër, tani është një hapësirë e shenjtë, një vend ku unë dhe ai takohemi në ëndra. Sepse dashuria jon ka mësuar të fluturojë mbi gjithçka. Dhe fluturimi, o dashuria ime, nuk ka nevojë për tokë për t'u ndjerë i sigurt. Fluturimi është i sigurt në vetvete. Dhe unë fluturoj, çdo natë. Me të. Jo mbi të, por pranë ti. Dhe kjo është historia jone vërtet. Jo historia e asaj që na mungon, por historia e asaj që kemi zgjedhur të krijojmë së bashku, në heshtjen e një dhome, ku dy zemra rahin në ritme të ndryshme, por në të njëjtën kohë. Përjetësisht.